Armand Durmishi është një talent premtues i futbollit shqiptar I cili po lë shenjën e tij që në moshë të vogël në një klub me emër siç është Juventusi. Bardëzin të ndonë se është vetëm 17 vjeçare, kanë bërë atë pjesë të ekipit U20 dhe Durmishi nuk po zgënjen, duke filluar të shënojë me rregullsi që në vitin e tij të parë në radhët e kësaj skuadre. Dje ai ishte protagonist kryesor I suksesit 3-1 të ekipit të tij përballë Veronës. Durmishi gjeti golin e avantazhit që në minutën e 4 të duelit, kur me një depërtim mjeshtëror në zonë dhe një gjuajtje diagonale çoi topin në rrjet. Ai ja doli të linte shenjën e tij në ndeshje dhe në pjesën e dytë të takimit, kur me një shpërthim të vrullshëm kaloi mbrojtësit dhe lëshoi nga jashtë zonës një gjuajtje të fortë që u ndal në rrjet, për atë që ishte goli I tretë I ekipit të tij. Ai çoi kësaj në 6 numrin e goleve të shënuar në këtë kampionat me fanellën e ekipit U20 në 12 ndeshje të luajtura me të. Durmishi është bashkuar Shqipërisë pasi kishte luajtur fillimisht me përfaqësuesit e moshave të Slovenisë. Ai ka zhvilluar ndeshje me Shqipërinë U17 në fazën finale të Europianit të kësaj grupmoshe që u zhvillua në vendin tonë.